fiskultura. Dhe antikomunistët e kishin hequr si një atavizëm të gjimnastikës mëngjesit. Dhe kur ne futëm fiskulturën, s'kishim mësues. Ndërkohë që krijuam lëvizjen sportive në shkolla, kemi sot 12-13.000 nxënës dhe nxënëse që merren me sport, me uniforma, me kampionate, me stërvitje, me trajner, me mjek, me kartela individuale mjekësore. Kemi artët dhe zejet për të krijuar hapësira dhe për ata që duan të merren me të tjera gjëra dhe jo me sport, por nuk është mosmirënjohje nëse prindrit, nëse shoqëria thot s'kemi gjë në Terezi. Dikur, dhe jo në shekullin e kaluar, në këtë shekull, përpara se sa ne të merrim detyrën, ishin të përditshme lajmet nëpër çdo ekran, jo me 1 me 2 persona, por me turba që u lërinin nëpër gardhet e spitaleve se nuk kishte asnjë ilaç, s'kishte aspirina. Vinin në spitalin Nën Tereza me batanie me vete, me çarçaf me vete, me jastëk me vete, me ilaçe me vete, me çdo gjë me vete. Kishte vetëm mjek që punonin me heroizëm. Asgjë tjetër. Futeshe në spitalin Nën Tereza, nuk kuptoi, a ishte në spital, a ishte në stacion trenit, a ishte në një treg frut ilegal, fruta perimesh, a ishe ke gabi. Të gjitha ishin bashkë. Në korridoret e spitaleve, njerëzit lëviznin me biçiklet. Dhe nuk kuptoi kush ishte në biçiklet. Ishte doktori, ishte pacienti, ishte familjari, sepse mjekët s'kishin as përparse. Kjo ishte situata. Sot nuk ka rëndësi fare që spitalet janë spitale. Që mjekët, infermierët janë gjithë të veshur, të paguar, të drejtuar. Sepse nuk kërkohet më kjo. Kërkohet dinjiteti i çdo kujt të respektohet sikundër çdo kush e pretendon me drejt. Kërkohet shkurtimi i kohës pritjes, kërkohet teknologji, kërkohet. Nuk është mosmirënjohje. Është për ne që jemi si ai kolegu këtu që di se nga ka nis kjo punë, thotë po prit më një sekond se është bërë kjo, është stresuese, por është çmimi i rezultatit. Çmimi i suksesit, fatura. Flitet për ujë, sot, me fakte, me shifra, me fatura, me të dhëna, Shqipëria furnizon popullsinë e vet me ujë të pishëm, më shumë se kur ndonjëherë në historinë e saj, përfshir edhe periudhën kur ishte një parti shumë serioze në pushtet. Çfarë rëndësie ka kjo? Sepse në fakt nuk jemi kudo rregullisht 24 orë në të gjithë territorin. Sepse nuk është akoma e gjitha ashtu siç njerëzit duan. Dhe mjafton një rubinet që fishkëllen dhe nuk nxjerr ujë, një video bëhet virale dhe duket sikur gjithë Shqipëria është pa ujë.
Dikur mjaftonte një park, një lulishte në qendër të qytetit. Dhe njerëzit të shikonin sikur kishe sjell material nga hëna. Sot e kërkojnë lulishten në çdo pikë ku jetojnë. S'është mosmirënjohje, është pritshmëri. Lana dhe çdo lloj kanali që rrjedhe uji, lumi, quheni si doni, që kalonte nëpër qytete, mjafton të mos dilte nga shtrati dhe ishte okay. Pavarësisht se mos pyet çfarë llumi dhe çfarë pislëku dhe çfarë katandije ishte. Sot nuk mjafton. Çfarë rëndësie ka sot se lumi i Gjanicës nga një burim skandalos pislëku, nga një turp, si ato të çarat në fytyrë të njeriut, është kthyer në një aset urban, nëse nuk shkon deri ku del ndet. Sepse askush nuk është më i kënaqur me atë që është përgjatë disa kilometra, po këtu. Dhe është pritshmëri. Nuk mund t'i thuash pse ti kërkon këtë kur është bërë kjo dhe pse ti s'ke më durim. Durimi është një mall që nuk gjendet më në treg. Nuk gjendet më dhe të tentosh ta shesësh, i bie që të marrësh përsipër të këndojnë librin e shtëpisë më shumë se sa që normalisht ta këndojnë. Vimët e transporti publik